me ngjyra, me ngjyra, me gjithë ngjyrat në fakt që Aurel Fëllimi ka sjell gjithmonë me këngët e veta dhe që përmban në repertorin e vet, ka një repertor shumë të pasur, por kjo këngë e bën akoma më shumë. Është një këngë vërtet shumë e bukur, teksti ishte i fuqishëm, kishte një melodi shumë të bukur. Është një tekst të ngrinte zemrën pesh. E fortë si këngë. Faleminderit. Historia e kësaj këngë është teksti, kënga është kompozuar, shkruar nga Angela Peristeri. Angela Peristeri ka bërë edhe tekstin edhe muzikën. Bravo Angela. Ky tekst është shkruar para 6 viteve dhe unë kam kërkuar me ngut që Angela ta kthej në këngë këtë tekst kaq të bukur dhe u realizua. Pra, domethënë ajo e ka pas shkruar poezi më herët. Po e ka shkruar poezi, kemi qenë në një udhëtim bashkë dhe i thash, Angela më shkruaj një poezi si shikon ti mashkullin. Dhe Angela e shikonte në këtë mënyrë mashkullin dhe mund të them që ishte një këndvështrim i njëjtë shpirtëror dhe unë ashtu e shikoj burrin. Dhe gjithmonë gratë dashurojnë, jo, unë mendoj që ndjenja shpirtërore që është dashuria, që është një ekuacion i pasgjithshëm, ndodh te gjithkush pa gjinie, thash të çfarë, dhe dua të falenderoj dhe Art Vizual për videon dhe orkestracionin e Kedi Bec, dua shumë falenderoj. Po ti si u vëre ndjeni të kësaj poezie, se Angela me siguri ka pasur kemi qenë udhëtim dhe i thash Angela si shikon mashkullin dhe Angela e bëri tekstin në moment. Unë jam emocionuar shumë dhe prej 6 viteve nuk po dinim ku ta të bënim melodinë e kësaj kënge. Të kësaj poezie. Të kësaj poezie, po. Se të kishte mbetur në mendje poezia dhe një melodi. Shumë. Ka ngelur aq shumë në mendje sa Angela këtë poezi e ka recituar Kastriot Çaushi në recitalin e saj dhe kjo poezi ka patur ovacione shumë të mëdha në recitalin e Angelës. Sa bukur. Dhe aty ajo e kundërvinte me këngën e saj gënjeshtar dhe unë aty thash jo, kjo do jetë kënga ime, sepse janë disa gjëra të brendshme që si shpjegohen, që unë e doja patjetër këtë tekst në këngë sepse në karrierën time artistike, në formimin tim artistik, si baritoni teatrit të operës, unë kam lëvruar shumë muzikën shqiptare, pa dallim motivesh, jug, veri, serenat, muzikë lehtë, dhe më duhej që në profilin tim artistik të ishte një këngë e tillë, që jam shumë mirënjohës të gjithë komponentëve dhe juve, sepse gjithmonë keni qenë afër promovimit të këngëve të mia dhe të falenderoj me shpirt. Si është mesazhi që do t'ja përshtin nëpërmjet kësaj këngë? Mesazhi është vetë teksti i kësaj këngë, dëgjojeni me vëmendje dhe përjetojeni ashtu siç ju vjen. Mua më vjen në veten njëjës, në veten time, dhe nëse analizon një fjali aty thot, ka dhe të tjerë si unë që u shkelën për një grua dhe s'u ngritën kurrë, sepse dashuria ka forma të ndryshme. Unë këtë mund t'ja dedikoj edhe plejadës së baballarëve tanë, të cilët u martuan dhe qëndruan besnik gjithë jetën me nënat ose me gratë e tyre. Dhe si vjen koha, kurse sot ndjenja e mashkullit ngelet e pa shpjegueshme, sepse duket sikur femra investon shpirtërisht në dashuri, sikur është femra që e mban. Unë mendoj që të dy janë paralelisht një forcë e njëjtë dashurie. Faleminderit. Dhe mendoj që tash ekuacioni më i bukur i jetës dhe ndjenja më e bukur që njeriu duhet ta jetojë është dashuria. Kështu që burrat dashurojnë dhe kontribojnë në ndjenjë me të njëjtën fuqi shpirtërore si vetë gratë. Ke realizuar ndërkohë edhe videoklipin i cili i ka ardhur pra në Bardezi, sepse nga ajo dhe u frymëzua dhe realizorin pikërisht për ta sjell edhe xhirimin këtu në studion ton. Unë dua që ta shohim pak videoklipin që të krijojmë një ide edhe më konkretisht se si ti ke realizuar dhe si ka ardhur i gjithi, kështu që videoklipi më i fundit i Aurel Fëllimit, Grua.